Prandaj ishte tek punonjës atë. Madje ai ka drejtuar dhe mjetin, ai nuk është drejtues mjeti. Po pra nuk është. Ai është drejtues i mjetit. Si e ka lënë banka milionat aty ndonjë? Ai është mbikëqyrës i dorëzimit të transferit. Është i vetmi person që Asroje, është me pistoletaj? Nuk është asnjë, ai ka qenë duke shkëmbyer mesazhe dyshohet me të dashurën e vet, por çudi aty është ky fakt. Aty janë dy banka që po bëjnë transfer. Po. Njëra bankë që është bankë më pronar shqiptar, nuk është grabitur. Pse dy furgonët janë dy banka të ndryshme? I cilës bankë është tjetër? Është një bankë tjetër, bankë shqiptare. Po? Jo, nuk është. Jo, nuk është bankë. Furgoni tjetër nuk është grabitur. Dhe është grabitur vetëm Raiffeisen. Dhe deklaratat doganore të dërgesës parave janë në interval 10 minutash nga njëra tjetra. Ta marrin, ta shkruajmë këtë, fitojmë sa parata që Kjo është për film. Po si mund dorëzoj banka miliona në dorë një personi që rri me dyer hap për fresk? Fevzi, unë kam rasti sa herë kur bën dorëzimet. Biles e kam filmuar. Po, e kemi filmimin tuaj se ishte i rrallë. Vetëm një moment, lutem. Nuk e di se kanë qarkulluar shumë filmime këto ditë, po më ka bërë përshtypje fakti. 11-ta, lutem. Bëj dorëzimi kaq kështu, ishte qesharak. Të nduara, ke qenë aty ku 11-ta, lutem. Çudita, po si e bëni kështu më? 11-ta. Ky është, ja ky. Ky është filmi